Çfarë është mëshira ndaj krijesave? Si të jesh i mëshirshëm ndaj njerëzve? E para, ato që të kërkohet ta japësh me zemër. Pra qoftë dije, qoftë gjëra materiale, qoftë ndihmë, jepja njerëzve me sinqeritet dhe jo me hile. E dyta, të mos i ngarkosh ata me barë që nuk mund ta mbajnë. Dhe e treta, të mos u flasësh atyre me gjuhë që nuk e kuptojnë. Këtu dua të nënvizoj diçka shumë të rëndësishme në aspektin fetar. Hoxhallarët apo intelektualët duhet ta shpjegojnë fen thjesht pa hyrë në detaje të shumta dhe në tema të thella. Në të kundërt, feja mund të keq kuptohet dhe të keq aplikohet. Dietarët ndër shekuj xhamatit ja kanë thjeshtëzuar konceptet. Prandaj kuptojeni kur disa hoxhallar të urtë nuk polemizojnë me ju për disa praktika e koncepte fetare të cilat nuk ju duken të logjikshme apo ju duken pa argument. Ju lën juve të flasin, jo se nuk din, por nga mëshira.